Na kemi pas për fillimit që 2-3 muaj me thonë atmosfera e ekipit ka qenë me vërtet shumë e mirë. Çdo trening, çdo lojë që kena pasur kon atmosfera, si me thonë, secili ka jap 100% që mos me lënë më kon një lojtar tjetër më poshtë se tjetri. Edhe pse i patëm 2 lojtarë me 5 folla dhe Andersoni pastaj u lëndu, po funda çapet që kjo ndoshta që kena përkrahur një tjetrin pak më tepër se sa tjerët edhe deri në fund e kena mendu vetëm fitoren e trofeun që me të vërtet ne ka kënaqur të krejtëve. Drejtore, përmendi pak a shumë edhe Atiku faktin që mbetët pa 2 lojtarët kryesor. Helms u ngarkua me 5 personale, gjithashtu edhe Gjitobo, por disi po e rikuperoni çdo lojtar që po largohej. Po çka vendosi sipas jush? Unë kujtohet ndoshta edhe Donit në një time-out, Doni thash shuto. Thash se kur kush nuk ka qef ma shumë se ti mi bo. Po s'pejet, shuto. Thash kur e ki pozitën, shuto. Edhe mgoj Doni edhe i buni ata kosha, që edhe unë jem pajtona me këta, kë familiarizim i lujtarëve ka vendos. Në më thonë, kanë pas përkrajnë edhe pi bankës, edhe pse s'kanë lujtë, si Gjitobo, si Helms. Ka japë zemër lujtarëve, do shta pak edhe fati, dhe fitore erdhi. Atik, në momentet më dramatike të vazhdimeve, e përmendëm u lëndu Andersoni pas asaj përplasje me Clarkun. Me këtë rast ka ra ty përgjësia mbi supe, kanë qenë 2 gjujtje të lira vendimtare. Çka menojnë ato qaste, qyshu nive? Hajde përshkru në ato emocione, ato drill dora jo? Dora jo, pak presion këm pas, po mundova vetëm me bërë rutinën te me gjujtje të lira dhe më koncentru sa ma shumë që ato momente, edhe pse një gjujtje me të lirë ma herët e hupa, mas të një abona, mas të ato 2 tjera të kem pak si ma shumë vendimtare, mas i ra e para, mas në për 2 gjujtjeve të lira dyta, edhe fundit shkoj vetë. Mas i një para, traguri për zemrës. Mas në dyta ke shumë maj sigurt, nuk e problem. Dën bashkë me Arjanin, Atikun, po edhe Arbrin, me të vërtet keni qenë fantastik në këtë ndeshje. Jo vetëm e thamë që ishin Helms dhe Gjitobo lojtarët ata të cilët kryesor, po e thamë thojza, por në momente vendimtare pos pikëve të Atikut ishin edhe pikët tuaja. Çka ka ndiku, se edhe në Super League jeni me të vërtet fantastik, çka ka ndiku në ngritjen e performancës tuaj? Definitivisht e thash edhe parës, ardhja të trajnerit, fryma e re, neve kërkush nuk na vjen me na shiqu në stërvitje që shtyjemi. Na ma shumë shtyjemi në stërvitje se ndonjëherë në loj, edhe besoj që ajo që me thonë, i noti pozitiv në stërvitje, që ajo na ka ngrit neve krejtë si lojtar, edhe se krejtë që ka ndodhë mrena stërvitjes, edhe si të kryet stërvitja, na jena petë si familje, edhe që ajo menej që na ka ngrit neve si lojtar, edhe e ka pruvu